Mirëmbrëma të nderuar shikues. Po e nisim një javë të re me zhvillime delikate në skenën politike shqiptare. Si janë shqiptarët sot me pushtetin aktual pra të udhëhequr dhe të përfaqësuar nga koalicioni vlen në këtë përbërje qeveritare? Si shihet kalimi i Bashkimit Demokratik për integrim në opozit nga një perspektivë tjetër analitike dhe më e rëndësishmja, cili është statusi ekonomik i shqiptarëve sot në Maqedoninë e Veriut krahasuar me disa dekada më parë. Këto tema sonte do t'i shtjellojmë në bashkëbisedimin tonë që do ta kemi me ish deputetin dhe profesorin universitar zotin Mersel Bilali. Mirëmbrëma zoti Bilali, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Zoti Bilali, përmendëm që në skenën politike javën që lan pas ka pasur disa zhvillime dramatike me çka shpesh herë është vënë në pikpyetje dhe në dilemë edhe vazhdimësia e këtij partneriteti qeveritar. Megjithatë, ju jeni veteran politik, keni një perspektivë mbase më ndryshe nga çësia analitike dhe i keni përcjellur gjitha zhvillimet me gjas. Si e keni parë hyrjen e koalicionit vlen në këtë përbërje të re qeveritare? Tashmë po bëhen 2 vite. Dhe në të vërtet, ky ndryshim i përfaqësimit politik shqiptar në qeveri ka ardhur me gjithat pretendim që do të vijë ndryshimi në praktik. A keni hasur ju ndryshim real në praktik për gjatë këtyre 2 viteve me ndryshimin e përfaqësimit shqiptar në këtë përbërje të re qeveritare? Po e nisim me këtë temë, pastaj për të vijuar edhe me temat tjera në vim. Një pyetje për $1 milion. Realisht, duke se për shumë vite, akoma subjekti politik shqiptar nuk mund definon prioritetet e interesave cilët i ka elektorati i tij apo populli i tij. Pra, bisedojmë për elektoratin. Nevoja prioritare çdo qenie gjallë është të ekzistojë biologjikisht, pra të mund të ushqehet. Mbijetoj. Po mbijetoj. Nëse atë segment nuk e trajtojmë, atëherë rrezikojmë ta pastrojmë atë ambient. Siç janë shpërnguljet, dyndjet, jo rastësisht pra e kemi një situatë e cila është tragjike, nuk shoh thënë kush tragjike komike, jo, tragjike është veçanërisht në Maqedoninë Perëndimore, prej Pollogu, Kërçova, Struga e kështu me radhë. Kemi një shpërngulje masive të pjesës më vitale popullatës, pra, shqiptare. Aty kanë shumë elemente, pra, janë pjesë e fajësisë, ku kemi edhe fajësi vetë, për struktura politike fajësinë ka objektive, qoftë ajo paraprake, qoftë ajo e tanishme. Edhe nuk e shoh, për shembull e shoh shumë tragjike nëse ne humbim kohë gjatë vetëm për një deklaratë e cila ndoshta nuk është thënë pa qëllim, se dhënia e provimit jurisprudencës pra nuk lejohet në gjuhën shqipe. Çdo kush i cili ka një minimum inteligjencë, një logjik elementare, një dije sipërfaqësore të përcaktimeve kushtetuese në logjikën e kushtetutave moderne, këtë mos harroj ta zbërthej çka është kushtetuta moderne. Më një herë kisha thënë po se është mundme, ju mund të kryeni fakultet në gjuhën shqipe, mund të kryeni studime post-universitare, mund doktorori në gjuhën shqipe, një provim të jurisprudencës nuk keni drejt. Jo se nuk shkruan ligj për logjika, e shkruan çdo gjë. Ligj duhet bëjmë 1000 ligje me nga 1 tonë. Ajo logjik nuk funksionon. Ajo funksionon te njerëzit ose që dëshirojnë manipulojnë me situatën, ose dëshirojnë ta harxojnë energjinë, ta konsumojnë energjinë për t'i masku çështjet kruciale dhe esenciale. Ne po besoj që dakordojnë dhe e shihni me të drejtë kauzën studentore që ta marrin këtë drejtë që u takon. Unë nuk e bisedoj këtë se turp ta bisedoj, sinqerisht, sepse kjo asgjë duhet bisedohet se është një drejtë. Kur thash se ju mund doktoroni në gjuhën shqipe, nuk mund ta jepin provimin e jurisprudencës, kjo vetëm për një marr i cili meriton një shërim. Tretman serios mund ta trajton seriozisht këtë punë, për fat keq ne jemi duke e trajtuar. Çka është problemi i gjuhës?
që shpesh edhe kryeministri, po edhe dominisa e potencojnë, edhe shqiptarët binë në atë zamk, pra, në atë kurth. Shpesh thuhet se kjo nuk është e parapame me kushtetu. Për mu është, në aspektin e kushtetutave moderne, kjo fjali është analfabetizëm total, duke përfshi edhe juridike edhe kushtetus. Pse? Krejt kushtetutat moderne, ku flasë për kushtetutat moderne, flasë për kushtetutat pra 50 vitet e fundit. Pre kur ekziston Këshilli i Evropës. Ne feshitizojmë deri në qiell, për shumë Komisionin e Venedikut. Komisioni i Venedikut është një strukturë e cila duhet të ndihmon vendeve ndryshme, këshillëdhënëse që janë shumë më primitive se ne. Mos i përmendim me emra, për shumë zakonisht nga ishte Republika Sovjetike që kanë dalë, dhe ato kanë qenë me potenciale shumë të mbyllur. Me zhvillim të ngadalshëm. Edhe kanë qenë problemat e po komisionit të thjesht, maquni në komisionin, ose Ballkani thjesht, në komisionin e Venedikut dhe Turpës. Pse? Se komisioni i Venedikut është një organ konsultativ, këshillëdhënës i Këshillit të Evropës. Këshilli i Evropës është një organizatë për demokracinë, nuk ka lidhje me Unionin Evropian, Bashkimin Evropian, diçka tjetër. Pa një organit për zhvillimin e demokracisë, drejtave njerëzore, sundimit drejtës e kështu me radhë. Dhe aty në mënyrë decisive shkru. Apo ne kemi ratifikuar çdo dokument që ratifikohet, pra është pjesë e sistemit juridik breshtë. Konventa, pra për drejtat e njeriut, flasë për sferën e drejtave njeriut, individuale dhe kolektive, për drejtat e përgjithshme flet shumë. Vlenë parimi, çdo gjë është e lejueshme përpos nëse shprehimish është ndaluar. Pra në kushtetutat moderne, që mandej reflektohet edhe në ligje, çdo gjë është e lejueshme. Përveç nëse me ndonjë nen e ke ndaluar atë. Ky është korpusi i drejtave njerëzore. Ku duhet ta nxjerrit? Duhet ta nxjerrit e gjuha. Nëse lexoni nenin 7 ose amandmanin 5. Ku shkruan këte, kam thënë edhe në disa emisione në gjuhën maqedonishte, ku thot gjua zyrtare në Republikën e Maqedonisë Veriut është gjuha maqedone dhe shkrimi i saj cirilik. Po. Dhe mandej pasuesi se gjuhë tjetër për dallim për gjuhës maqedone dhe shkrimit saj është edhe gjuha cilën dhe shkrimit që e flasin 20%. Që mandej në ligjin për gjuhët në klapa futet edhe gjuha shqipe. Këtu në kushtetut nuk potencohet gjuha shqipe. Dhe mandej thot siç është e rregulluar më poshtë me ligj. Dhe nëse i lexoni me kujdes ato pikat, pa dallim sa ekzistojnë, po ja do t'i trajtojmë ato. Nëse i lexoni me kujdes, pika 5 poshtë thot në organet shtetërore gjuhë tjetër për dallim nga gjuha, që dallohet nga gjuha maqedone, përdoret konform ligjit. Pra, ai nuk e kufizon çfarë ligji bëni. Çfarë do ligj që të bëni automatikisht është çaj ligj. Nuk mund të thuhet se do i ligj kush i sa i avancuar tjetë, nuk mund të thënë se është ngutëshim me kushtetuta. Kushtetuta nuk ka vu limite, nuk ka vu korniza, me ligj. Mbasa asaj çdo jurist i cili rezonon me ligjet e Këshillit të Evropës, do thuhet po atëherë gjuha shqipe mund të jetë zyrtare në gjithë territorin e Maqedonisë. Ajtë okej, s'kemi pjesën lindore njerëzve, s'ka nevojë objektive. Nuk plotësohet është çështja diskutabile ai 20% po. Në çdo vend jo 20%, edhe 5%, edhe 2%, 3%, se është fjala për autonomi individuale. Dakor. Bile edhe në një qytet ku janë shqiptarë zi, as 0,1%. Edhe aty ai ka të drejtat se mënyra afirmative, nuk kupton se çdo gjë është e lejuar përveç nëse shprehimisht nuk është ndaluar. Kushtetutat para 50 viteve ka qenë ndryshe. Çdo gjë, pra, është e ndaluar përveç nëse shprehimisht është e lejuar. Tash e kemi 180 shkallë të kundërt në kushtetutat moderne. Nga sistemet autoritare në sistem me qenë ky sistem, për shembull, në perëndim, ç'kjo kushtetutë, gjuha shqipe objektivisht është zyrtare në gjithë territorin e Maqedonisë. Mos flasim për këtë pjesa 5%, 10%, 20% siç është definuar. Këtu, por 20% këtu ka rol imperativ. Pra tjetër mund ta lejoni. Por mund ta lejoni në sulmicë gjuha shqipe. Nuk është kundërshtim me kushtetutë. Por nuk e keni obligimet ta bëni. Saktë.
A këtu keni se përgjigje normë imperative obligative. Këtu e keni obligim, s'ka alternativë. Që në mungesë të saj pasojnë edhe sanksionet. Ashtu. Ligjërisht, po. Edhe pse mungojnë në praktikë. Megjithatë, a vlerësoni se koalicioni vlen që është pjesë përbërëse e kësaj garniture qeveritare, ka kapacitetin e duhur dhe të nevojshëm sa për të përfaqësuar edhe interesat e popullit shqiptar në mënyrë të barabartë me partnerët e qeverisës? Unë, kur është bë qeveria, kam qenë misafir në emisioni të shenjës, dhe që atëherë kam potencu diçka që ato pak fillim me kanë bisedu dhe mande kanë qunë ares dhe tani marrëdhëniet mes pozit, pushtet, pjesës shqiptare kanë kalu në armiqësi. Atëherë isha i mendimi se BDA ka qenë boll në qeveri. Dhe pa dallim se ka fitu një shumis, ka nevoj për një shikim dhe vetës në pasqyre, sepse mund ne themi se shumë që është në avansua në kohën e BDI-s. Megjithatë, dy segmente kanë bërë shumë bosh. Segmenti i parë nuk ka qenë në kokë e incizuar si kod mendo se zhvillimi ekonomik e patriotizm mbi çdo patriotizm tjetër. Pra, kur do të sharadhit prioritetet ndryshme, të cilët duhet t'i realizojmë, si bashkësi vetnike, si kombe, kështu me radhë. Në majt piramidës, e kështu unë zhvillimin ekonomik. Se njerëzit kush e çka të flasin, të bëjnë, ato 3 ditë duhet të ushqenë. Dhe duhet jetojnë mirë, duhet të kenë pushime, duhet të kenë argëtime, duhet jetesa e tyre të jetë normale. Ajo është e mundshme vetëm me një zhvillim të organizuar ekonomik. Pra, nish Jugosllavi ka mund ajo pjesë e pollogut të eksporton prodhime dhe të jeton relativisht mirë. Unë jam pjesë asaj jete, kam qenë fëmijë, atëherë dhe mund të them që jeta ishte në nivel ekzistente me shumë antarë të familjes. Jo tash 5 vetë e kemi problem, bashkëjetojmë. Një familje shumë gjanë dhe gjithë ka jetu, ka funksionu, gjithë kanë punu, shteti ka qenë shumë i kujdesshëm, deri ka vitet 80 kur ndronë vinë nacionalizmi sërbë dhe gjithë sepse mos ju keq kuptoje audienca Zoti Bilali, sepse pasaj do t'ju quajnë jugo nostalgjik. Jo, nuk hisem as që merrem me atë punë, nuk flas për realitet. Flas për atë që e kemi përjetu. Në praktikë që ka qenë reale. Ishe jugo nostalgjik do thoshte prej 80 që këni ka qenë mirë, prej 80 që këni fashizëm. Edhe që ju fashizëm përfundoi çashtu si përfundoi. Prandaj edhe u shpërbë. Po. Pra, flas për një jetesë cilën njerëzit më të moshë din mirë. Nuk flas vetëm unë. Pa daim do kush nuk e flet se i mungon guzimi, ai nuk bisedojnë për po. Por unë flas për realitete, sepse atëherë ajo Jugosllavi ka pas për shembull 8%, 10% zhvillim që Kina e ka pas ma vonë. Qërë shteta kapitaliste ku kanë pas, ati ka pas investime shumë dha edhe vendet perëndimore, sepse Jugoslavia ka qenë një shembull e ditos, se si mundet një vend prosperon që është kput nga Stalini dhe ish Bashkimi Sovjetik, prosperon dhe t'i le nën hije gjithë ato gjëra. Për shumë të në qofse që 250 marka që ishte shumë pare, në vendet lindore ishte 22-23 marka roga mesatare. Pra mbi 10 fish e ma shumë zhvilluar. E kështu që ato na konsiderohen edhe vend kapitalist. Nuk flas për atë, por flas duhet ta kthej dimenzionin ekonomik. Pra mos potencojmë dimenzionin ekonomik dhe nëse mu më pyetni se cilin funksion s'pari e kisha marrë si pjesë e koalicionit, unë kisha thënë drejtorin për administrimin e zonave të lira industriale dhe teknologjike. Nga ato zona, shifni Maqedoni Lindore, shumicën e qyteteve, profesor, ka mbi 20.000 punësuar. Për mos ta zhvendos, sepse kemi paraport pikërisht në pjesën e fundit të diskutojmë saktësisht edhe për këtë tema që ju po ngrisni tani, le të vijojmë me atë që kemi paraport këtu në plan program për diskutuar dhe që vlerësojmë që është në interes të publikut. Po, gjithsesi do ta kesh hapësirën edhe për ta elaboruar më gjerë. Në këtë studio kam thënë se vleni duhet shkon në qeveri, por duhet bisedon me partnerin tjetër shqiptar, shumë sinqeritet, bile të kërkon huazim
jo transfer të deputetëve, publikisht. Këto 5 deputet do të votojnë ju si të keni qef dhe pse janë partisë to. Por ju duhet të shkoni me legjitimitet shumicës shqiptare. Nëse këtë rregull e shkelje është shumë problem. Dhe mandej ja tash do të kalojnë shumë forma dhe këshim edhe seancën e fundit e cila është diskutabile tash se a është pjesë e shumicës ose s'është si funksionon badeterja, kompenzohet me njerëz tjerë që artificialisht komsinë e shprejnë si vle ose diçka tjetër. Pra, duhet ai punë bisedohet që unë nuk kam informatat mjaftueshme. Pra kjo ka qenë dhe e dyta, nëse nuk keni program zhvillimor, pse shkojnë në qeveri? Nuk ishin edhe ato tjerët. Edhe ju tash keni ardhë se në emër të ndryshimit. Në emër të një politike ndryshme. Një alternative të re. Ashtu. Edhe duhet të tregoni se jeni krejt diçka e re, cilën e bëjmë atë cilën ato tjerë nuk e kanë bërë. Ati nuk e bën hiç. Fjala ekonomi nuk, po më falni shpreh, nuk mundet për të humbim 10 ditë. Mediumet më kërkojnë edhe nga Kosova disa deklarate edhe nga Shqipëria, me revolt shpesh edhe përgjigjem që nuk është mirë, ndoshta vitet i kam fajt. Pra, mundet të hupim ne kohë, 2 java mund të jepet provimi jurisprudence gjoshi. Po kjo i ofendimi inteligjencës. Ose duhet të keni mekanizma në këto rast. Nuk mendoj që nëse argumentet nuk u shkojnë, ju duhet të keni një vizion tjetër çka bëni. Keni përgjegjësi objektive për atë. Duhet domosdoshmë të pastroj, jo të merreni ju tash zile sa kohë do merrim me çfarë punë. Besoj që informata e fundit kryeministri reiteroi, një herë tha mirë, madje tha do të çojmë ligjin po. Ligj i cili do të shkojë në atë komisionin e Venetikut. 2 vjet punë, se dhe nuk ka asnjë Venetikun. Ajo është vetëm vlera e kohës dhe unë mendoj që këtu është mangësi edhe pse individualisht mendoj ka suksese, për shembull jam Tetov si kryetar komune, mund thuhet që ka suksese, por generalisht mendoj se nuk janë të organizuar si duhet dhe kanë kriju një defanziv, një ndjenjë të popullatës se ne jemi qytetarë dorës ditë. Edhe atë mund të gjeni një çdo institucion, kur shkoni, nga trajtimi që bëhet. Gjatë trajtimi ndaj respektit, nuk e të keni atë respekt, për shembull që mund ta keni pas në kohë, edhe pse logjika e LSD-s pak më ndryshe, dhe kjo e vëmëros pak e çuditshme, e ka vështirë edhe unë të adaptohem në logjikën e tyre, por ajo problemi e tyre është problemi ne çka të bëjmë dhe çka bëjmë dhe çka duhet të bëjmë, që e logjik ose të neutralizohet ose bjen poshtë. Duhet një leksion. Eshtja është vetë afirmim. Vetë vrasje. Dhe është krijimi një presidani shumë të keq, që mandej edhe në psikologjinë kolektive, edhe në ndjenjën e përgjithshme njerëzore, cilë mandej nuk mund ta shoroni gjatë kohë. Krijoni kompleksin e inferioritetit dhe mandej të keni problem ta ktheni në nivelin e duhur. Pra kjo është problemi kyç. E dyta, kur thoni opozita është bëdhje, unë nuk e di pse s'mori leksione. Nga gjitha e që ndetin pushtet, avancimet ato, 2 vërejtje serioze dhe ato duhet i them. Mungesa merit sistemi. Që ka thëmë merit sistem? Nëse ke merit sistem ti universitetet me automatizm u ngri kualitet. Pse? Sepse ke mekanizma, ta shë edhe inteligjencën artificiale, mekanizma ku do të zgjedhësh atë cili ka cilësi më të mirë. Shumë testime. Që probabiliteti shumë më madh me qenë më produktiv. Dhe ai duhet të jetë i vetëdijshëm që kur regjistrohet në shkollën fillore, si mos në mesme, dhe në fakultet, se vetëm dituria është ajo që do ta ecë atë përpara. Qësaj thot se lidhet partijake, familjare, do mesin për para, atëra ai deturin do të gjire 2, 3, 4, dhe zëllojnë me ngecje në vend. Dakor. Pra mungesa e parë, është mungesa e merit sistemi. Mungesa e merit sistemi një lloj si të shkoni luftë pa armë, edhe të keni sukses. Nuk fitohet. Këte e thujnë autorë ndryshëm që janë sasaj branshi, unë vetëm që i kam lexuar. Dhe mungesa e dytë, mos aty përmendem, mos pasja në kokë të
asaj se investimet e huaja duhet jenë balansuar, duke përfshirë edhe zonat e lira teknologjike industriale. Sakt. Cilat janë zbrasta, maqedonisë perëndimore janë zbrasta. Për këtë çfarë? Po, ne kemi të përcaktuara këtu edhe zonat, 14 zonat e lira ekonomike, po megjithatë, ju në fjalën tuaj hyrëse, mes tjerash përmendet edhe çështjen e prioriteteve të shqiptarëve që vështirë po elaborohen edhe po konkretizohen që pasaj përpunuan këtë drejtim. Sipas prizmit tuaj, si një ish politikan me përvojë, një studiues që vini edhe nga bota akademike dhe nga bota politike. Cilat vlerësoni që janë nevojat reale të shqiptarëve sot në Maqedoninë e Veriut dhe ky përfaqësim aktual a ka kapacitetin e duhur për të punuar dhe për të plotësuar këto nevoja apo prioritete nëse vlerësoni mund t'i quaj? Pyetje shumë përmbajtësore. Por përgjigja është shumë problematike, sepse ne tash kemi krijuar një kulturë, një vetdije ku duhet funksionojmë. Jo mund të funksionojmë, por duhet funksionojmë në bazë të parimeve cilët nuk kanë të bëjnë as me merit sistemin, as me interpretimin afirmativ të ligjeve dhe kushtetutës. Dhe as me afirmimin në nivel të moralitetit të lartë publik se çka është puna, mësimi, përgjegjësia dhe disiplina. Pra ne të gjejmë ndonjë lidhje të bëhemi diçka, ta zëmë një kutluk, pa dallim se shpesh nuk jashtë larg asaj që meritojmë. Është? Dhe ajo për fat keq edhe ndodh. Ka ndodhur dhe ashtu ndodh. Pra në kohën më të hershme pluralizmit, flas për vitin 94-95, sidomos në vitin 92, kur duheshet shqiptarët të hyjnë qeveri, pa do hyjnë, as do hyjnë, ishte situata shumë e tensionuar, i ri nuk e mban mend atë. Ne kërkueshim nga pozicioni i partisë, kërkueshim njerëz intelektualë të cilët janë të fushës shumë përmendur, të ekonomisë, të ekologjisë, kështu me radhë, edhe pse nuk ishin antar partia, i luçëm vit. Keni dalë për te linja partia. Po që bën ministër. Pa, shoqë shtëpi ju e kemi mendim që ju propozojnë ministër. Thoshë, falni, atëherë sikur një trem e kësote. Nëse ti je ministër duhet shumë çka ti je, gjeni. Më fali, por unë nuk ndihemi përgatitur. Shumica këtë përgjigje. Kanë refuzuar për shkak të frikës. Fal, tash një njeri i cili 3 vite si ka shkollë mesme dhe i thoni se do t'ju kandidojmë sekretar generali i Kombeve të Bashkuara, falënderit. 2 herë nuk mendohet. Gjithsesi po. Pra, kjo çështje ka ndryshuar qasja. Kjo në fakt ndikon pasaj edhe në çalimin edhe prioriteteve dhe defaktorizimin në përfaqësim. Po. Sepse ju ai një lloj si sport dhe duhet vraponi. Dhe merrni ose nëse mosha mesatare atyre që vrapojnë mund dikun 25 vite. Dhe ju merri një plak që ka nga 65 vite dhe i thuni kjo është më i miri, ai duhet vrapon me ato. Shkojnë koha të shkelen. Pra ne kemi mangësi serioze këtë punë, dhe nëse këtë nuk gjejmë ilaçe, nuk shoh që ka kod mental që të gjejnë ilaçe në saj. Duke përfshirë edhe opozitën që tash mendon se duhet bëhet pushtet. Unë edhe ative, bisedoj shpesh, nëse nuk arrini, dilni me vizion, çfarë zhvillimi ekonomik, si ti thithim njerëzit tonë që kanë bërë biznise, cilët u treguan suksesshëm gjuku të bëhet përveç vendin e vet. E pse ato mundën të bëhen suksesshëm në vendin e tyre? Sepse vendin e jashtëm nuk munden në vendin e vet. Më kujtohet një çast të tillë se kishte filluar ish ministri i punëve të jashtme zoti Osmani, ku biznesmenë nga jashtë u jepte çaste të gëzojnë pasaportë diplomatike me një farforme për të tërhequr edhe këto. Shumë konstruktive dhe absolutisht atë kanë përkrahur. Pra ne duhet çka mos edhe nëse ka nevojë putët duhet të pastrohen që të vinë ato të investojnë këtu. Se ato do të investojnë, do të punësojnë njerëz, do të kemi të ardhur, do të kemi rritje standardi, do të kemi rezultati do të jetë kolektiv shumë më i suksesshëm. Përndryshe ne do të shpërngulemi krejt. Nëse me siguri keni informata si Maqedonia perëndimore. Po, sigurisht. Për dallim për Shkupit, i cili akoma ekziston, po është në rrugë të shkuar njëjtën, siç është Maqedonia perëndimore.
Pra, në qëse shatët, preshim 2 shatëra nga 50 shatëra, sa ka apologu, vetëm 2 shatëra janë qëndrushëm, dhe siguria ka pa jo ndjenja kolektive dhe një kod mental se ne duhet punojmë këtu dhe ka resurse për të. Dhe ato ekzistojnë. Tjerët krejt shkojnë në shpërngulje dhe mbeten një masë jo produktive konsumatore parazite, si që janë pensioner, ato e vetëm argjus, dhe aty nuk mund kesh zhvillim ekonomik, pa zhvillim ekonomik s'ka perspektivë. Ne mos harrojmë vetëm diçka. Ne jemi sa Izraeli. Izraeli 70% e ka shkreti territori. Atë 30% bile ma pak se hynë në qytetet ndryshme, pra diku 22% ka tokë cilën ajo i kosër pjellor, pa i tokë nuk është pjellor. Ato e bajnë, e blejnë tokën për dikun tjetër. Dhe gjysëm shkretin e bëjmë pjellore. Dhe ujnë e nxjerrin nga deti desalinizojnë, janë nxjerrin krypën. E qënë bazena për pesh, pre ati kur argjonë oksigenin, ma sektuar, e qënë në ujtje, pike. Dhe ato janë eksportues shumë të rëndësishëm të. Llogaritni për shumë Holanda. Holanda është një ere gjysë sa Maqedonia, për një Maqedoni dhe një gjysë Maqedonia. Ka 18 milion banor. E din sa është eksporti në lëmën e bujqësisë të Holandës? 125 miliard euro në vit. A Maqedonia e ka 900 milion, as 1 miliard nuk e ka. A, kur resurse që i ka Maqedonia, sa ato kanë vetëm 40 ditë kanë dia. Për shkak se mjeku. Pse ato munde? Dhe ato interesant tash me teknologji e re atyve, ato nuk e mbjellin një pjesë konsiderueshme të peve, perimeve ndryshme, i mbjellin në rjeta ndryshme ku japin ushqime dur biologjik. Dhe nuk përdorin pesticide, përdorin një fe bakteriesh, cili han i mbyt që to virusa aso bakterie që dëmshme, e cilët nuk janë dëmshme. Pra, sistem organik biologjik. Pse ato munden, a ne as që mendojmë në drejtim? Pra, janë të probleme kyç. Po, mesjera shumë shënova këtu, ato që arrita t'i kuptoj për ta qartësuar edhe më shumë për opinione, sepse ju bët edhe paralelizma edhe me shtetet tjera që janë të zhvilluara, pse mos ishte edhe vendi në atë kategori. Megjithatë, ajo çka veçova ishte çështja që si prioritete dhe nevoja të popullit shqiptar në Maqedoninë e Veriut e shihni zhvillimin e barabartë ekonomik, meritokraci në përfaqësim që e shihni si mungesë të kualitetit të kuadrove që përfaqësojnë shqiptarët në këto përbërje qeveritare. Dhe tani, duke i marrë për bazë të 2 nevoja ose 2 prioritete emergjente që janë në fakt zhvillimi barabartë ekonomik dhe që të ndryshohet ajo mendësie përfaqësimin politik që njerëzit pa plotësuar kriteret bazike esenciale tentojnë dhe kanë ambicie të sëmura për të kapur pozicione të larta, sa jeni optimist që nga kjo përbërje aktuale, nga ky përfaqësim shqiptare mund të plotësohen këto 2 prioritete dhe mund të ndryshojë kjo çështje? Nuk e besoj. Nuk jeni optimist. Absolutisht. Nuk e besoj edhe në atë që synojnë të vinë. E si qëndron puna mes përfaqësimit politik të shqiptarëve dhe të palës tjetër pra maqedonasëve në këtë përbërje qeveritare, e shihni këtë problematikë edhe tek pala tjetër apo që ndryshojnë gjërat? Pala tjetër sjellet aq sa i mundsojmë ne. Pra, nëse e keni pushetin me çdo kush dhe nuk dëshiroj të ikni ngaj, duke përfshi edhe rramjen nivelit të statusit dhe të respektit tënd, atër është problem serios, problem kulturor. Për nëse i keni kufit, dhe thoni deri këtu s'mundet ma duje, dhe ne i prishim, jo një koalicion, 200 koalicione i prishim. Dhe shofim vile dhe metoda shumë tjera. Mungojnë vijat e kuqe si pasush? Edhe ato vijat e kuqe duhet koordinohen me pjesën tjetër të opozitës. Pa dalim ka në raportet mira të shpjenë, qëse diçka duhet serios. Interesi për gjithë. Pra, minimum pika duhet kënë koordinim pozit për shtet, pjesa shqiptare. Dhe atër mund dalisht, jo dale ajo të frigot se, a ne, shkoni unë shpi, këto tjerë më dhe i presim bazerë. Pra, nëse këte nuk e pastroni, atër pala do të lunë, si që veçën i vëmëroja, ato tjerë pak ma të buti. Vëmëroja pra din të shfridhën maksimalisht,
edhe për fat keq kemi këtë situatë që Këtë rezultat në të. Pra, ama këte duhet t'ulet seriozisht, pa dalim armiqësi që i ka, pa dalim animitetet që kanë mes vete, kundërshimet e caktuara. Ato janë politikanët, ato janë raportet private i dhërimit të tij, s'na interesojnë neve i dhërimit të tij. Këtë duhet ta bëjnë vetvetiu apo me ndihmën e Tiranës apo Prishtinës? Nuk e di, nëse ai ka që udhëheq me fatin apo fatkeqësinë e shtetit, minimum dinjitet njerëzor duhet vetë ta bëjmë. Nuk s'kemi nevojë për iniciativë brendshme, po. Ashtu, s'kemi, fqitë mund të na ndihmojnë, për mund na prishin. Siç ndodh. Sepse ndikojnë, po përvoja ka dëshmuar Ne duhet standardet tona të komunikimit, sjelljes, duhet të ndërtojmë origjinal. Pa dallim a duhemi as duhemi mes vetë, mund të urrejemi pozitë, pushtet, shqiptar. Flas për segmentin shqiptar. Por ne detyrën duhet ta kryejmë, siç shkojmë në ke mekaniku, ai mekaniku nuk është nevojshëm, na duhet neve si njeri që të na rregullon veturën. Po duhet të rregullon se duhet krijon statusin e vet, detyrën e vet, të merr çmimin e caktuar. Këtu është çmimi moral i një populli. Nëse këtë nuk e rregullojmë, a nuk e shoh që e rregullojmë. Ka një armiqësi të çuditshme pushtet opozitë. Dhe gjithherë gjojmë mesazhe të cilët njerëzit janë të lodhur. Qoftë nga opozita, qoftë nga pushteti. Nëse këtë nuk e rregullojmë, ne vetëm do ta varrosim edhe më shumë statusin që e kemi, do ta humbim popullatën në vazhdimsi për fat keq. Pra, unë mendoj se vetëm njerëz që kanë dinjitet fuqishëm mund ta tikalojnë vetvete këtu. Nuk e di sa është dinjiteti këtyre që menaxhojnë me njërin palë apo me tjetrën palë. Dakor. Ju gjatë kohët do thotë keni qenë pjesë aktive e skenës politike në Maqedoninë e Veriut, i njihni edhe prej afër shumë prej figurave që akoma janë aktiv në skenën politike. Megjithatë, Bashkimi Demokratik për Integrim si parti politike shqiptare, njëra ndër partitë më të mëdha dhe më të strukturuara edhe në nivel vendi, arriti që për 2 dekada të qeverisë me vendin pra të përfaqësoj shqiptarët. Përkundër gjitha kritikave të metave dhe pengesave që ka hasur edhe gjatë këtij rrugtimi dhe që sot e kësaj dite, përfaqësuesit aktual thirrën atë që nuk ka bërë BDI, ato që i shohin edhe si pengesa sot e kësaj dite. Megjithatë, ka pasur analistë shumë që kanë parashikuar kalimin e BDI-s në opozitë shumë më herët. Dikush prej vitit 2015, kur filloi edhe plasimi i bombave të para, dikush më vonë e kështu me radhë, mirë po BDI arriti për 2 dekada me radhë të mbajë pushtetin. Sipas jush, a keni parë të pritshme që ky do të jetë momenti i unifikimit të opozitës shqiptare që ta dërgoj BDI në opozitë? Do thotë a ka qenë momenti i duhur apo i vonuar që BDI të shkojë në opozitë? Se me një farforme, zoti Bilali u krijua një kaos, pra në mungesa që biseduat ju të programeve të qarta politike, me cilat të duhe në kushte normale të garoje, u krijua një kaos që BDI të shkon në opozitë. Pra, shumë pak dëgjoheshin programe zhvillimore, ekonomike, arsimore, shëndetësi, kulture, kështu me radhë, por gjithandej dëgjohej që të mbështetej ndryshimi që BDI të shkon në opozitë. Se çfarë do sjellë ky ndryshim, ishte çështje pak e rëndësishme vetëm BDI të shkon në opozitë. A erdhi ky mllep për shkak se BDI e tej zgjati periudhën e qeverisurit me vendin? Qeverisë e gjatë brendi kalbet. Prodhon situatë të tillë. Po. Dhe është shumë normale mbas 2 mandateve të shkonin në opozitë. Nëse nuk shkoni edhe është problem sistemor. Pra nuk është problemi se duhet shkojë një parti në opozitë. Është problem se këto që vinë a janë më të mirë, a janë baras ose më të këqijse, ose më të pagjinjshme. Këtu është problemi kiç. Pra, gjithsesi edhe unë kam menduar se BDI duhet shkojë në opozitë. Shumë gjatë kohë, do kuadra që ishte pamundshme që të çlirohet edhe vetë ai parti, duhet të cilët në përparimin e vet profesional jashtë pra asaj që janë zbukurimet të pushtetit, nuk kanë diçka të veçantë, pjesa dërmuese, flas me përjashtime. Dhe ato duhet shkojnë në ballafaqohen me realitetin e vet. Aty që kanë vetin. Duhet vije dikush tjetër, por duhet vije me një pasqyrë krejt re. Nëse shkon ta imiton, atëherë s'ka bë kur gjë. Nëse shkon në pozicione akoma më degraduese,
me që rast ndeshësh me një partneri i cili nacionalizme ka ushqim prej mendjesi deri mbrëmje, atëherë ka problem difishuar. Pra, jam i mendimit që kjo dash përse i kthehem, seriozisht të koordinohet me segmentin tjetër. Pa dallim me raportet e tyre që i kam pas. Ato kam pas një fakt dokumenti, besoj që i Interfullit ka qarkulluar një fakt dokumenti që mandes dihet se ku shkoi. Pse u thuhet që ka përfunduar te kryetari i kuvendit. Po, o dash të ketë disa dokumente, ja e kemi një kopje ne, ju në shkruan nga gjithë dhe mandej dilni thuhet çka do shkrivi po. Atyre pikave. Po, edhe më duket se shumë naive edhe ajo punë bo nga të dy palët ose një palë ka pas dhe një hile aty. Pra, si do që bëhet, pra, është shumë e rekomandueshme që partia që gjatë në pushtet shkon në opozitë. Se pushteti nga natyra prishën, krijon një vetë besim, një vetë kënaqësi. Njerëzit mësohen me atë që njerëzit u bëjnë fytyrë për kot. Ju jeni më i mençur, më i bukur, më i... nuk e mendon. Ajo, por ka dhe një interesatuar dhe ju mendoni se ç'ashtu është, si u besoni atyre. Besoni renës së tyre, po. Jetonin në botën virtuale, pra nuk jetonin në botën reale. Në botën e reme, që a bëjnë tjerët, duhet bini poshtë dhe ta shifni atëherë si duket bota reale. Vin ai tjetrit dhe ndeshët, i cili ka qenë me botën me të vërtetë reale, tash ta shoh me atë virtuale. Si funksionon aty. Kështu që dalin nga gjithë ne ushtrojmë në demokraci. Zhvillim demokraci, zhvillim funksionalizmin, përgjegjësinë, shtetin e drejtë. A ka BDI sot kapacitet të mjaftueshëm për të bërë një opozitë të dinjitetshme? Unë e pres pozitive atë që ato bëhen do ndryshime serioze kadrovike, tash çdo personat që kanë sjell nuk i njoh bash mirë shumë detaje, por është një freski fakt. Por nuk e shoh unë që partia opozitare duhet merret me çështje dorë dhe. Unë me të vërtetë dua partia opozitare të ofron çkëtë program që biseduam si popullatën ta zhvillojmë ekonomikisht, materialisht, si të kthejmë investitorët tonë apo biznesmenët këtu të investojnë dhe ndjen mirë, që se këte nuk e bëjmë, mund të bëjmë çka mos. Por nuk ka problemi gjuhës, se në gjuha një moment ka një defekt sektor, ajo kushtet normale do të normalizohet. Ekonomia nuk normalizohet as shkollaj, duhet shumë dekada. Një plan dhe një vizion afatgjatë. Kina mos harrojmë para 35 viteve ka vdek dikun 50 milion vetë në vit. Ato ka vdek nga smundja, ato ka vdek nga uria. Sot kina një superfuqi e dytë në botë, me zhvillim maramens. Tash dikun 7%, para ka 11%, por këtë bazë edhe 7% e shumë. Pra, këtë duhet ta fusim kokë, zhvillimin ekonomik. Pra, atë që thësh profesori Vukadinović, patriotizmi më i madh është zhvillimi ekonomik. Gjithë shka rjedhi. Besoni që të kishim ne zhvillim ekonomik atë pre starti, dhe tash ishim pozicion mirë, me siguri as gjuhës do ishë problem. Bile në gjithë shtetit do ishë bëhë gjuhë zyrtare. Populatët dhe ishe dominante, efektive. Tash nuk e di sa populatët kemi efektive që jeton këtu. Sepse e kemi pasur mysafir këtu edhe zotin Ahmeti, i cili ka deklaruar pikërisht, ka biseduar gjëre gjatë për këtë tema, madje kanë pjesë edhe të 4 rezolutave që kanë miratuar në kongresin e fundit të 20 dhjetor. Mes tjerash, zoti Ahmeti ka ngrit pikërisht këtë shqetësim që kur shqiptarët filluan të merren me biznes dhe të shkaktojnë zhvillim ekonomik, kjo u bë pengesë për oligarkët maqedonas, të cilët bazoj mendimin e partive politike kanë cenzuruar dhe kanë minuar hapësirën e veprimit të biznesmenëve shqiptar. Megjithatë, ne po vazhdojmë para se dalim tek pjesa ekonomike që cili është statusi aktual i shqiptarëve këtu në vendin tonë, po vazhdojmë të përfundojmë edhe këtë çështje që kemi paraparë që janë në interes të publikut për dëgjuar perspektivën tuaj. A e shihni me të drejtë arsyetimin apo justifikimin e pushtetit aktual të shqiptarëve me gjitha dështimet në rast se dështojnë në momentet të caktuara përgjegjësinë apo fajin e hedhin tek BDI që është parti politike sot në opozitë. Pra, aty ku nuk mund të bëjnë asgjë, e arsyetojnë ose e mbulojnë me justifikimin se si pasojë e BDI-s, BDI nuk e ka bërë këtë, pastaj na bështëson neve edhe më shumë. A është i drejtë dhe legjitim ky justifikim? Ajo është e paligjshme. BDI-ja ka qenë deri përgjegjësinë e ka deri në atë moment kur ka qenë. Tash ju prej ditës parë ma e keni përgjegjësi.
Duhet krijoni situatë re dhe atë që ato se kanë bërë duhet ju ta bëni. Dhe ky duhet pastrohet. Çdo arsyetim nuk është bë ajo. Ajo është absurde. Pra ato se kanë bërë dhe ja kanë ratash, ti bën. Sosat punë për çdo njeri që ka inteligjencë, ajo argument kontra. Gjithherë fajtësimi i të kaluarës tregon se keni mangësi serioze mbrendi. Pra ju dënjerë fajsoni vetë. Shifni vetë në pastyre. Absolutisht. Ato që kanë bërë lëshimet, i kemi përmend e kanë humbur pushtetin. Tash her pas here mund themi, por do themi kështu. Ja, ato nuk e kishin bë, për ne tani e bë. Mund ta themi këto. Por duhet ta bëj. Po jo ta theni a contrario, se kemi bë se ato se kanë bë dhe ne s'mundemi ta bëj. Nuk shkon kjo, nuk e kalueshme. Atje përmendët te oligarkët. Kretë kjo infrastrukturë politike, retorika politike, propaganda e caktuar, që bëhet në rend parë nga dhomëroja, kundër Bashkimit Evropian, dhe që lidhet me gjuhën identitetin që s'ka lidhje. Realisht që si lexoni në profesionale, që të akte që në shkru, janë jashtëzakonisht profesionale. Kështu që ty, çdo kush që din situatën lidhje me identitetit bulgar dhe Macedonas, e din se 100 vite para, bulgarët kanë mendu dhe kanë pretendu se Macedonas janë bulgarë, të cilët janë sërbizu me ndikimin e Serbisë madhe, ka pas luftat ballkanike, parë, botërore, kështu me radhë. Dhe se ato janë bulgarë. Këtu ka ndodhur ndërkohë edhe martesat përzierës dhe kanë kolonisë nga Serbia dhe siç dihet armiqësia është shekullore mes serbëve dhe bullgarëve dhe ka krijuar një identitet të ri që e urren shumë Bullgarinë edhe pse gjithsesi. Unë them shpesh këtyre, pse ju aq shumë i urreni bullgarët kur ne dallimin gjuhësor e kemi me ato Shqipërisë jugut më të madhe. Këngët na dallojnë, ato këndojnë jashtë instrumente, pa instrumente, veshë ka një si të grave me ato fustana, por nuk themi se ato nuk janë shqiptarë ose ato thujmë për ne. Pse edhe gjua bile ka pas dallu shumë e Shqipërisë jugut me, si mos me të Kosovarë. Megjithatë, askush nuk konsideron se është fjala për Shqipëri. Pse ju i kontestoni për shumë një pjesë popullatës se nuk kemi kur gjatë përbashkët, a keni shumë çka përbashkët. Tu nuk ka përgjigje ato. Përveç përgjigjes emocionale. Përgjigje emocionale është urrëtie. Pra vlerëson që nga frika hezitojnë të pranojnë ato pika të përbashkëta. Por materialet që nënshkru, realisht të thunë bashkë me emision 24 live, Vesti. Në emision, ish ambasadori në Bullgari, që është në vëmëro, dhe a i thotë që ja është problem të është Bullgaria do shkonë, për në, i thëmë, shif, ai që din dy germa drejtës ndërkombëtare, besoj se ju si diplomate dini, ne tash nuk kemi problem me bullgarë, si Maqedoni i flas. Tash është problemi në Bashkimin Evropian. Ne bisedat i kemi me te, ato thënë plotësoni kushtet. Ju keni obligim ta ratifikoni pra marrëveshjen, planin franko-gjerman që ka qenë. Po, ta miratoni realisht ndryshimet kushtetuese. Ti miratoni ndryshimet kushtetuese, marrëveshja është ratifikuar. Qose ju nuk e bëni, pra ju e shkelni marrëveshjen. Pra ne shkelim marrëveshjen me Bashkimin Evropian ose Unionin Evropian. Saktë. Pra në atë pjesë është kry procesi, këtë pjesë jo. O kry vetëm është ratifikuar marrëveshja dhe nuk bëhet pjesa primare marrëveshjes se që ndryshimet kushtetuese. Dhe normal se unë mendoj se vita ajo që është trove si pyetje. Unë mendoj se nuk është pyetje as identiteti as gjuha, gjitha janë perfekt zgjidhura. Perfekt zgjidhur. Lexoni dokumentet bazike do të habiteni. Artificialisht krijohet një armiqësi që unë mendoj se ka dy baza. Baza e parë, ose është lidhja që është konstatimi i Parlamentit Evropian me rrymën pro-serbe. Që unë konstatuar edhe në Parlamentin Evropian, kishim një vendim para 3 muaj, besoj që ju kujtohet. Po, sigurisht. Dhe ose oligarësët që dhjem 6-7 persona, të cilët penge mbajnë maqedonisë të tillë dhe në tensione me Bullgarinë, që mos kemi avansim në Unionin Evropian sepse u prishet
Pra atje e konkurencës atyre, pra bajnë monopolin që kanë. Të rëbruar janë Që vlerësoni si opcion mund të jetë edhe kjo Jo barrierë. opcion, mund të jetë, është. Edhe reale. Është shumë real, jo pak real, është shumë real. Sepse ato, në kuadrët konkurencës, hapër të Unionit Europian, nuk mund të bëjnë atë monopol që e mbarë, dhe nuk mund pa undesh me konkurencë serioze të ecin për para, si që ecin tash, edhe pse strukturat ndryshme, pra, improvizojnë ma shumë se diçka bëhet në ndërtimin e sistemit, por realisht një strukturë shumë, bile ka pas takimet shehta në atë drejtim. Të ative oligarësve se nuk duhet të ekzistoj një avansim i madh i shqiptarëve, sepse kjo ofendonin pra gjenezën tonë, identitetin tonë dhe... A që në fakt ka qenë vetëm rreziku dhe frika edhe nga konkurenca edhe zhvillimi? Po, tani, në Maqedoninë e Veriut ekzistojnë 14 zona industriale, pra të zhvillimit teknologjiko-industrial, që njihen si zona të lira ekonomike, Zona të lira industriale... Po, që janë të shpërndara në rajonet të ndryshme të vendit. Mes tjerash, zona të tilla kemi edhe në Shkup, në Tetov, në Struk, në Kumanov, në Kërçov, gjithashtu. Pra, këto zona të lira ekonomike që njihen si zona të posaçme për tërheqjen e investitorëve të huaj, të cilët lirohen pasaj nga tatimi në përfitim, ekzistojnë edhe në këto rajone shqiptare për të cilat ju vlerësoni që kanë ngecur fatkeqësisht me një zhvillim shumë të stagnuar ose minimal që shumë pak shihet. Pse ka ndodhur kjo, zoti Bilali, sipas jush, me që zonat e lira ekonomike ku do duhet të vinin investitorët e huaja, ekzistojnë edhe në zonat e banuara me shqiptarët, edhe në ato rajone të posaçme ju mes tjera shpërmendet specifikisht edhe rajonin e Pollogut. Kur janë zonat, pse mungojnë investimet dhe zhvillimi në këto zona? Sepse kur bëni koalicion, pra, ndeshja nuk duhet jetë se çfarë resorësh, mbani dhe cilin person do ta çojë. Po, cila është strategjia zhvillimore ju? Pra saj duhet niseni. Shpesh mund të keni vetëm 3 ministri dhe nuk u duhet më shumë. Gjithë të jepet duke qenë me ato 3 ministri ju keni monopolin e zhvillimit ekonomik të vendit. Sepse Ministrinë e Ekonomisë e përmendet mes tjerash që me këtë përbërje qeveritare ju kanë larguar disa kompetenca. Absolutisht, nga energjetika e energjetik, po. Pra, komunikacioni, transport, lidhje energjetika, janë segmente kyç. Dhe tani edhe pse ministri është shqiptar, po. Po, edhe diçka tjetër do të potencoj, se nëse nuk e keni figurën kyçe të zonat e lira industriale, ekonomike, zhvillimore, për fatë që shqiptarët asë njerë se kanë pasë. Edhe nuk e kanë ditë se duhet ta kenë. Edhe la nuk e ditë se është në kokën e se duhet ta kenë njerë s'paku. Edhe ata që ka ndonë. Investorët e ujë, kur vinë se ato, kujdes, ato vinë edhe me financime të buxhetit. Pra përveç që kanë lehtësime doganore, tatimore të caktuara, ato duhet shteti subvencionim të veçantë. Gjënësë të kontrolës merrte 10 milion euro, atë më shumë pari, 10 milion euro para 15 viteve. Dhe kur i sasi ato obligimet kontraktore për 10 vite, tha për të mirë, shkojmë për këtu, pra të shka ndodhë. A i morin 100 milion, sa tash 300 milion euro nga buxheti i shtetit dhe shkojnë. A këto që kanë betë, vazhdojnë të shfrytëzojnë para buxhetin, shumë punësuar, pra mos harrojmë që vetëm në manastiri ju keni Kronenbergu, ja mos se përmendit se ka me vrejtje nga drejtim, nga ato kompani. Pra, keni 5.000 të punësuar me roga tash që kanë hip, nuk janë ato roga që ishin para 15 viteve, 20 viteve. Tash roga mesetare 650 euro, që me thanë, disa marrin 800 dhe 1.000 euro. Pra ato kanë ekzistencën e vete, te ne nuk ka kush lufton, nuk e kanë edhe në kod mentalat që i thash, as njëna as tjetër. Sepse zoti Bilali ju po flisnin për stagnim të zhvillimit ekonomik dhe mungesë të investimeve të huaja, derisa ne po përsërisim atë që tham. Ekziston edhe institucioni i posaçëm që është Agjencia për Investime të Huaja. Gjatë kohë kjo agjencia dhe sot kur po flasim udhëhiqet nga një shqiptar.
edhe më herët të shudhiqur nga shqiptarët. Agjencia për tërheqjen e investimeve të huaja, institucioni posaçëm saktësisht për këtë çështje. Pastaj edhe Ministrinë e Ekonomisë sot udhëhiqet nga një shqiptar, më herët ngjashëm është udhëhiqur sërish, do thotë në krye të këtij resori kanë qenë shqiptarë. Pse pikërisht po ndodh kështu që derisa ekzistojnë probleme të shumta me arsimin në gjuhën shqipe, Ministria e Arsimit është udhëhequr me shqiptarët, po ka probleme me ekonominë, sërish ekonomia është institucion që udhëhequr nga shqiptarët, me drejtësi ngjashëm më herët për çështjen që biseduam, edhe drejtësia është udhëhequr nga shqiptarët. Pra, nuk është se nuk ka ekzistuar një hapësirë e posaçme se nëse do të ishim pra shqiptarët aty do ta bënin ndryshimin ose mrekullim. Pse po ndodh kjo gjë? A ndëlidhet me atë që ngritet si çështje që nuk kanë njerëzit të duhur? Agjencioni për investimet tuaja. Po. Është një agjenci turistike. Që se analizoni si funksionon, do të thotë mbajtja seminarëve të ndryshme, nuk është që bën ekonominë. Pra drejtoria për zhvillimin e zonës. Jo, me hyme i pa zoti Bilalli kompetencat që i ka ky agjencion dhe detyra dhe obligimet që të kryej, është institucion që buron nga qeveria e këtij vendit. Po buron, por ai nuk sjell vendime. Ai është një reklam. Nuk sjell vendime, po sjell investitor. Po duhet të bini edhe investorët se ai shumë ma kollaj i beson qeverisë se sa juve një drejtor që ka nëmru partiakët dhe shkoni. Ju i dorës dhjetë. Po nuk ka çka bisedon me për çështje kruciale. Po është një ndërmjetësues, një ur lidhëse. Nuk tham se është zero kompetent. Po. Por krahasim me atë është 1%. Që do të thonë 99% është 1% që do. Agjencioni është një reklam e cila kompetenca vendos se nuk ka kur gjë, pra e shëtit në përbodh dhe jep mundësia, oferta ndryshme, kompanitë pra kanë bisedues tjetër, nuk bisedojnë me agjencion. Dakor. Agjencioni ka vetëm rol informativ, në propagandës. Pra, të informon. Sepse tentimet tilla ka pasur saktësisht edhe në zonën e Pollogët, madje është festuar për këtë çështje ku një investitor gjashëm shqiptar, për mos përmendur emrat të kompanive, edhe të individëve të përveçëm, që do të sjellë një kompani për prodhimin e veturave elektrike. Por dështoi. Po, mandej i bëjnë shumë pengesa të caktuara, pala tjetër nuk i kryejnë obligimet e vet. Interesi ekziston në investitorëve, po mungon mbështetja. Unë mendoj se nëse krijojmë një sistem par në segment paralel, një Maqedoni shqiptare, ose të cilët, ose të kemi politikë definuar, zhvillimore, dhe mandej qeveria bjedh vendim, ku ka edhe shqiptar. Këto investorët të dërgojmë maqinë imprendimore, këto në maqinë lindore. Pra, ju përse nuk e një imperativ, sa i do të zgjedhë vetë, ama ju do të instoni të bini që kushtet cilët a i vlerësor se i pret prej nesh dhe duhet t'ja plotësojmë janë këtu. Pra, pushteti ka gjitha mekanizmat, është problem, që se ka vullnet. Por në që se ju e leni, s'keni interesim, për fatë këtë shqiptarë, ka pas interesim në segment, dhe ato gjithë kanë shku në linje. Ja mere numërin ti. Për shumë, në që se 4% ke shqiptarë, gjithë zonat e lira. Ajo një problem shumë serios. Duke thot, po kjo është ekonomi dhe përqin që nuk ka të bëhe se nuk është sferë publike. Sferë publike administrata e kështu mëra. Nuk është e vërdet. Për që se të jep subvencione, atë që thash për Johnson Controls. Pa të pare në bugjetit. Që borojnë nga... Po, sigurisht. Si është i mundshme. Pse e trajtojmë problem privat njëriu që a i ka dash shkoa, gjë dhe nes nuk e pengoj. Nuk është e vërdet, ti e ke bëjnë. A ke obligim të abini që e këndejt vje? Sigurisht. Kjo është shumë teme gjërë, shoh që jemi ka fundi i kësaj interviste, pra dhe për ta përmbyllur këtë intervist, do të rikthehemi tek temat që janë edhe në interes të publikut. Për juve si ish politikan, a e shihni si pengesë të funksionimit të koalicionit vlen për shkak se nuk kanë një lider, dhe sa jeni optimist që, sidomos pas debatit të javës së fundit që është zhvilluar në këtë koalicion, këto do të arrijnë të tekalojnë këtë problematikë që mbase vërejet edhe në funksionim kundrejt partnerit qeveritar, që koalicioni vlen të shndërrohet në një subjekt të vetëm politik me një lider. Nuk di çka them tu. Nuk jam në kokën e tyre. Jo, sipas prizmit tuaj, a është pengesë e mos arritjes objektivave dhe faktorizimit të duhur në këtë përbërje qeveritar, sepse
përfaqësues janë 4 lider, do të thotë janë 4 mendime të Ato tash ndryshme, që kanë pasur edhe bukur dallime të mëdha para se të ishin bashkë. Mundohem të jem në lëkurën e tyre. Që t'jam përgjigje. Po, patjetër. Dhe tash, dhe mbasi jam lëkurën e tyre, du të funksionem me logjikën e tyre. Dhe realitetet që i kanë. Pra, pjesë të konsiderueshme të votuesve ose të aktivistëve ndryshme thuajnë në shka. Partia jonë XY është shumë e fortë dhe qerët i kanë marrë për kot. Që funksioni nuk i mirë. Në emër të bashkimit. Ashtu. Edhe dikush tjetër thot partia jonë ndoshta e para e dyta është, among një 2-3 qerët kot të kot, ose fillim një asnjë deputet mund ta thëj. Dhe kjo krijon tash probleme serioze të funksionimit të trupit koordinues dhe seleksionimit tyre si kush tjetër i para, aty që se duan të bëjnë një parti. Edhe kanë shumë vështirë ta gjejnë. Edhe unë nuk besoj edhe unë t'jem ati, kam edhe shumë vështirë. Gjej, nuk e di edhe çfarë mund të ndihmon atyve, s'ka dhe i mekanizëm që thuhet definonja se kjo i ndihmon, se tash edhe kur lëshoni të partitë cilët kanë një reprezentativ, një përfaqësish evidente, por nuk kanë antarësi dhe vota, është shumë dobët, nuk e di se argumentet tyre sa mund shite këto tjerët, sepse këto tjerë ndesh me presionin e antarësit vete dhe organeve të brendshme. Nuk shoh në një formë zgjidhje shpejt, pra kjo do të shkojë përgjigje shumë të shkurt, sepse ju jeni sigurisht më i gjerë dhe më i thellë në këto analiza, por përgjigje shumë të shkurt. Nga ajo që keni parë për 2 vite, a e shihni koalicionin mbledh si projekt afatgjatë për shqiptarët? Kisha thënë një pikë pyetje. Pra, ndosha mbasi ta kryjnë mandatin, ose e ndërpresin mandatin që ose ndodhë zgjedhje tjera, ose diçka, do të duhet ative një organizim shumë i madh që të faktorizohen në subjekt. Kështu si janë, unë mendoj se shkojnë në dobësim, të vazhdueshëm. Në rënje. Po, në rënje. Edhe pse për fat keq nuk kemi ngritje shumë të subjekti që është opozit, i cili nuk mund të merret gjithherë me çështjet etnike, për çështje më e rëndësishme etnike është zhvillimi ekonomik. Po, pikërisht edhe për ta përmbyllur këtë intervistë që BDI po bën kauzë të vërtet opozitare apo është vetëm një betejë për rikthim në pushtet? Unë me thoj gjysmë opozitare, nëse te ato nuk shoh pra një projekt serioz zhvillim ekonomik dhe thithje se investorëve tuaj, duke përfshirë njerëzit tanë, sepse nga opozita nuk mund ta bëjnë këtë zoti Bilal. Të cilët kanë perspektivë çdo kund ekonomike përveç në vendin e vet. Këtu një pikpyetje shumë e madhe që duhet ta kemi në kokë. Nëse këtë nuk e bëjmë, është irrelevante a do të shkojnë këto, a do të vinë ato, për njerëzit është irrelevante. Dakor, faleminderit për kohën tuaj zoti Bilal, ishte kënaqësi gjithashtu. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj deri në intervistat e radhës. Mirëmbëjtje.